Pikërisht në ditën e 8 majit të vitit 2000, prizrenin që në orët e hershme të mëngjesit të mbuloi një pikëllim i rënd. Në shtëpinë gjykatës e Rruga të Bot Meriman Braha, dëgjohej vajnë nëse Qamila dhe bashkëshortës Hajrie. Dredhnin lot dhe vajtonin edhe shumë gra të tjera, por çiftelia gruas dhe nënës ta kujtonin dhimbjen dhe tmerrin që kishte shpërthyer në gjithë hapësirën e asaj familje, sepse një dorë gjykatare për fat të keq as sot e kësaj dite e pazbuluar i ashpoi jetën njërit nga komandantët më emblematik që kishte lufta e lirisë, komandant Drinit. Sot u përkujtua 25 vjetori vrasjes së komandantit emblematik, siç e tha kryetari, dhe kjo na bën të mendojmë se ne kemi amanet që këtë liri të avancojmë edhe më shumë, tha kryetari Totaj, i cili sot ishte me nën kryetarin Kujtim Gashi dhe bashkë me stafin e drejtorëve. Na e dim rëndësinë e luftës përgjithësi edhe TUÇK-s, mirë po komandant Drini është një personalitet i veçantë, i cili me kontributin e tij të veçantë në momentin më duhur e ka dhënë kontributin maksimal. Prandaj ne sot jo vetëm që e gëzojmë lirinë, po e kemi ruajtur edhe tërësinë e qytetit të Prizrenit. Merita e tij është shumë e madhe, dhe ky respekt që na ja bëjmë atij është një minimum që ne mund të bëjmë. Përveç tjera që ju e dini se edhe shefi kabinetit tim ka qenë truproja e komandant Drinit, edhe unë personalisht e kam njoftë edhe para lufte, edhe mendoj që do të jetë në një pjesë e lavdisë, një pjesë e lavdishme e historisë së përgjithshme të UÇK-s, por në veçanti të qytetit të Prizrenit. Po më thonë që ne krenohem me veprën e tij, edhe është obligim qytetar që ta përkujtojmë edhe të përcjellim te gjërat e reja, rëndësinë, kontributin, vizionin dhe strategjinë që e ka pasaj. Edhe mendoj që kjo është një begati edhe si të tillë duhet ta ripërtrim, ta ripërkujtojmë gjithmonë, sepse janë vlerat të cilat nuk ndodhin shpesh, edhe janë vlerat të cilat na duhen si pikë orientuese për një talme më të mirë për të gjithë ata që jetojnë në qytetin e Prizrenit. Kurse në këtë përvjetor ishin edhe ishe shefi shtabit të përgjithshëm Bislim Zyrapi, zëvendës komandanti i komandant Drinit ishe ushtaraku Nexhmedin Kastrati, njeriu që gjithkohën i qëndroi afër Selim Krasniqi, ishe komandanti batalionit Osman Qereti. Me këtë rast Nexhmedin Kastrati ka evokuar disa nga kujtimet e tija dhe me këtë rast tha se u vravet liria e Kosovës. Përveç lidhjes familjare, ne sot e kujtojmë komandant Drin, komandantën e zonës operative të Pashtrikut, njërin prej komandantëve më të shuar të ushtrisë shqiptare të Kosovës, njërin prej organizatorëve më të mëdhaj të ushtrisë shqiptare të Kosovës, njërin më profesional të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ju në fakt keni bashkëpunuar edhe të disa nga më të rëndësishme. Me komandant Drinin jemi bashkëthemelues të pjesës të ushtrisë shqiptare të Kosovës, zonës operative të Pashtrikut. Komandant Drini ka qenë komandanti i zonës, në atë kohën kam qenë shefi i shtabit, një si zavensi i komandant Drinit. Rrugtimin e kemi bërë bashku, edhe krejt suksesin edhe krejt rezultatet i kemi përbashkët, me bashkëtar tonë edhe me kolegë tonë në zonën operative të Pashtrikut. Tash sa ku po ende në progjekt do të thotë fakt të vrasjes së komandantit Drini, ju si ku ndiheni si bashkë? Unë si bashkëtar e tij më ndihem shumë keq, sepse është vrarë në rrethana, unë mendoj që është vrarë nga dora zgjatore e Serbisë, po, është vrarë vizioni, është vrarë liria e Kosovës, është vrarë perspektiva dhe profesionalizmi i ushtrisë shqiptare të Kosovës, është vrarë liria e Kosovës. Ndihem shumë keq, ndihem me keqardhje, qysh patën mundësi, domethënë ata të cilët nuk ja donin të mirën, nuk ja donin profesionalizmin e ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk ja donin lirinë e Kosovës. Kurse isha komandanti Osman Qereti, komandantë Quni, rikujtoi shumë momente të tij gjatë gjithë kohës së luftës deri në pjesëmarrjen e strategjisë për operacionin tashmë të njohur Shigjeta. Rastin ku ne në Kolubar e hartuam planin operativ që do ta quajmë tani në liri ose pas saj e morë edhe emrin operacioni Shigjeta, ku u harmonizun planet e daljes së ushtrisë shqiptare në vijat e vjetra, mbartja e njësive në zonën e Vrinit dhe operacionet të tjera që dihen që janë bërë në Pashtrik. Domethënë prej aty e kemi kemi udhëtuar deri në plagosin e tij në Samadraç. Pikërisht në ato plumat bashkë me Neç Berishën dhe Bardhën
kemi qenë unë, Drini, Bardha dhe Negje, dhe e kena gjetë një qytetar të Samadrasht, i cili nuk ka bashkangjit në ato veprime. Drini na runte ne që mos jemi prej gjujtje që në bëshin nga gjitha onët. Tha, ruajni se plumbi ka 2 veprime. Njëni prej veprimeve është në qoftë se të godet direkt, që është me pasoja më pak, po kur kthehet rekoshe është pasojat më të mëdha. Pikërisht ajo i ndodhi Drinit, që plumbat që ranë në muret e një shtëpie në Samadrash e goditën edhe e lëndun në kam Drinin, me atë plagë kemë vazhdu deri në spital, po në gjatë asaj kohe edhe është bo një operacion edhe në Landovic, ku informatat na vinin prej të tjerëve që janë të zhvillu veprimet, edhe tham decidivisht si e tha Drini, komandant Quni, po më vjen mirë që edhe katundit ton nuk jeti anësh. Tha se këtë Kosova, tha, është bot ty me flakë, tha, mesin e tynve, inshallah, tha, me pak pasoja. E kështu që Drini kalon një mesazh shumë të madh, ju ka desht Kosovës, ju ka desht krijimit të institucioneve në lirinë e Kosovës, ata që e vranë, nuk e vranë Drinin, e vërtet e vranë lirinë e Kosovës dhe inteligjencën e Kosovës. Edhe dega LDK-s sot ishin në homazhe dhe për kujtim të komandant të Drinit. Me këtë rast kryetari Driton Selmana i tha se tash 25 vite u bën, ende nuk po dije se kush ishte Dora Gjakatare që vrau komandantin legjendar. Po, në fakt ne jemi këtu sot për nderu them njërin ndër figurat më ndritshme të luftës sonë shqiptare, komandant Drinin ose Ekrem Regjën, emrin e tij sakt, një ndër figurat i cili ka dhënë shumë për Kosovën. Dhe normalisht jemi edhe në një shenjë, them, jo vetëm evokimi të situatës ose them lavdis që ai e ka dhënë, por edhe si shenjë proteste. Kur them shenjë proteste është ajo që për fatin e keq 25 vite pas vdekjes ne nuk arrijm sot dim kush janë ata që dhanë urdhër, kush janë ata që ekzekutuan, pse e bën këtë. Dhe unë jam i bindur dhe ne si LDK jemi të bindur që liria jonë në Kosovë nuk ka qenë e plot asnjëherë. Pa gjetjen, pa zbardhjen e vrasjes së komandant Drinit dhe shumë njerëzve tjerë që për fatin e keq pas lufte kanë pas fatin e tillë. Ta kujtojmë gjithmonë, ta nderojmë gjithmonë se jemi të bindur se duke nderuar me pietet lartë lavdin dhe veprimtarinë e tillë, besojmë që bëjmë nder kombit dhe të ardhmës tonë. Bashkëshortja Hajria Regja rikujton atë moment dhe kur me një shikim gati të përhumbur, e mbuluar nga emocionet e thella, pohon se sot e kujtoj me mall dhe shumë u bën plot 25 vite, ende ne nuk e dim se kush ishte ajo dorë që e vrau. Po sot është 25 vjetori vrasjes komandant Drinit, një kremende i pasbuluar kur ne si familje vazhdojmë të kërkojmë këtë vrasje, si ne ashtu edhe çdo shqiptar i ndershëm që kërkon që t'jetë sa më shpejt të vijet para drejtësisë ai i cili e ka bën këtë krem. Sigurisht që për Ekremin, si thatë edhe jo kemi kujtime shumë të unë për Ekremin pata një periudhë shumë të shkurt kohore, po në atë kohë shumë të shkurt pata shumë kujtime me ta. Ekremi ishte një baba i mirë, një bashkëshort i mirë, ishte një njeri human, gjithë ata që e kanë njoftën e dinë më së miri, por mbi të gjitha Ekremi ishte një adhëtar dhe një patriot i madh i kombit shqiptar, ku ata e dëshmoi para dhe gjatë luftës me betejat e ndryshme që ishte si komandant i zonës operative të Pashtrikut, ku pati shumë beteja të suksesshme së bashku me bashkëluftëtarët e tij, trima deri në shlirimin e vendit nga okupatori serb. Sigurisht që vlen për mu theksu që është një histori e pashlyeshme në shtërimin e Prizrenit, ku komandant Drini shtërimin e Prizrenit fal psikologjisë së tij ushtarake. Prizreni është qyteti i parë i shtëruar në Kosovë, ku mbi të gjitha Prizreni nuk e lejoi të bëhet një Mitrovic e dytë, ku për këtë ne si familje jemi shumë krenar, po besoj edhe secili qytetar i komunës së Prizrenit. Andaj lavdi komandant Drinit, lavdi gjithë atyre që kontribuan për vendin e kësaj lirie që sot e gëzojmë sot, lavdi gjithë ata që kontribuan sadopak, lavdi dëshmorëve, lavdi veteranëve, lavdi luftës së pastërt të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kurse i biri i tij Ekremi, që ka lindur pak kohë pas vrasjes së babait të tij me shpirt të lënduar, pohonte sot se nuk jemi këtu për të qarë, por për të folur, jemi për të kërkuar të vërtetën se kush e vrau komandantin. Unë vetëm nga ëndrat e takoj nuk pata rastin ta njoh. Nuk jemi mbledhur këtu për me kajt, jemi mbledhur për me kujtu
nuk jemi mbledh për me hesht, jemi mbledh për me fol. Jemi mbledh për mu ngrit, jo për mu ullë. Që 25 vjet faktikisht ne kërkojmë drejtësi, që 25 vjet unë e kujtoj diçka që është veç nëndra. E kujtoj idealin e babit, e kujtoj nderin e babit, që ma thojnë edhe bashkëluftarët e tij, edhe familja em, edhe gjithë ata që kanë nejtë me babin. Na lutje jem të bë, pra po tham që 25 vjet edhe çdo vete ma shumë nuk po i dëgjohet ma Ekremit Zani, komandantit Zani. Edhe na po dojmë që të paktën me na jap një fije shpresë që zbulohet rasti dhe të zbulohet e vërteta. Sot për komandant të Drinin homazhe ka bërë edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti bashkë me një pjesë të ishë qeverisë. Derisa në këtë përkujtim ishte edhe Mark Baskin, ish ambasadori komunës së Prizrenit dhe shumë bashkëluftëtar.